Amerikanët u vranë 3 milion njerëz luftën civile dhe pastaj e dhanë duart dhe janë të dy palët, ju keni qenë në Arlington. Po si. Janë të dy palët. Po pra. Ç'është kjo? Akoma një urrëtie dhe një urrëtie, domethënë e pështirë, e neveritshme. Për fat të keq jemi shumë pak për të urryer njëri tjetrin, nëse jemi kaq pak sa vetëm duhet të duheshim me njëri tjetrin. Dashuria do sinqeritet. Nëse jemi të sinqert me njëri tjetrin, sepse as nuk ka kërkuar njëri falje dhe as ka fal njëri. Edhe në fakt ju them të drejtën, unë shikoj, ndjek, jo në mënyrë intensive mediat sociale. Nuk i ndjek shumë, po ndjek aq sa më fare. Po. Jo, shikoj edhe komentet, unë jam njëri publike dhe sigurisht që kam komente nga më të ndryshmet, por nuk mund ta imagjinoj dot si adhurimin e jashtëzakonshëm kur dikush nuk të njeh, ashtu dhe urrëtien pa sens kur prap dikush nuk të njeh dhe nuk e di as jetën tënde, as veprën tënde, as asnjë gjë. Absolutisht, po i shoh faqen time unë. Nuk si ka mundësi që ndodh. Por si mund të kesh urrëti? Se mund të ketë njerëz jashtë që e bëjnë këtë, po jo ne shqiptarët, ne jemi pak flasim të njëjtën gjuhë, nëne, jemi nga i njëjti gjak, jemi të edhe akuza pa sens. Se nuk më njeh fare. Nuk e di, ai njëri thotë ti ke punu, ti nuk e di që un kam punu një herë që 5-7-16 vjeç në Gurore, kur arrestoi Mat, e kam shkuar në bujqësi, e kam shkuar në xhenjë, e kam shkuar dhe më thotë ti spioni sigurimit kur kam 600 faqe dosje, po ç'ti thush? A ja vlen ty debat me atë? Jo, nuk ja vlen. Thot Konica, mos hyn debat me këto lloj njerëzit se kanë një aftësi që të marrin dhe të fusin gropën thithës së tyre. Injoroj, edhe unë përpara shqetësohet tash, bëhet vonë shkroni çfarë doni. Është e vërtet, po gjithsesi, siç në rastin tënd, duhet të dalë një njerëz si unë që të njeh po thuajse prej gjysmë shekulli, që këto që thua janë të vërteta. Po nuk se ka akoma dëshmitar të lagjes ku ne të dy jemi rritur dhe dim se ç'kemi bërë në jetë. Dakor? Unë nuk më shqetëson fare, as du lavdërime, ju e dini shumë mirë se u kthy ke personale kjo. Edhe një dekorat që më ka dhënë presidenca, ja kam kthyr mbrapsht. Nuk më japin satisfaksion mu dekoratat, mu më japin satisfaksion gjërat që bëjnë jetë. Ndërsa unë dua t'ju them një gjë, unë vi këtu me shumë dëshirë këtu tek ju, sepse e para për shkak të njohjes ka hershme dhe respektit, besoj reciprok. E dyta sepse duke qenë një gjë ndryshe dhe duke qenë një gjë e vërtet dhe gjithsekush që vjen këtu ndihet mirë, siç ne ndihem unë. Faleminderit. Edhe këtë më kanë thënë edhe që nga harta e parë dash, megjithëse më kanë bërë shumë të egër, po nuk jam. Dhe edhe mua më bëjnë ndonjëherë të egër, po perceptimi popullor për një publik që merret me politikë, ndonjëherë. Shiko, dhe duhet të jetë i tillë sepse kur bën një punë të vështirë, ndoshta duhet tregosh edhe një anë të fortë karakterit, po gjithsesi në fund të ditës gjykoj që kush bën më të mirën duhet të jetë i vlerësuar.